Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hamdi dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salat dhe selamet e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, fillimisht Allah qoftë razi për çdo njëri prej juve për prezencën, edhe lutem Allahun Azza wa Jall që iniciativa mos talet asnjëherë. Do thonë ta vazhdoni iniciativën se nuk është me rëndësi sa është numri, me rëndësi sa është vazhdimësia. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, puna më e mirë te Allahu Azza wa Jall nuk është ajo që e bën mundi shumë edhe ndaj, po ajo që rrjedh ka pak, pikon ka pak. Kështu që mbane këtë pjesë që me piku vazhdimisht ku është rruga e davetit dinit Allahut Azza wa Jall. Në temën sot që kena përgjedhur me bisedu bashkë me juve janë tema që xhallar ditë për ditë diskutojmë. Nuk është një temë e rrejtë që mundesh me pa me një prizëm sepse dikush me diçka më të rrejtë. Tema që diskutojmë sot xhallar të diskutojnë indirekt. Ne sot kemi një pak më direkt. Se ndonjëherë kur folna ne për Allahun Azza wa Jall për pejgamberin alayhis salam, ç'ka është jeta realisht. Ama kur do të folna sot se ç'ka është ekzistenca, se shumë prej neve ndonjëherë ekzistojnë. Nuk jetojnë ne. Do të thonë ne veç si ekzistencë. Mandej kuptojna se çka është dallimi mes ekzistencës dhe jetesës me Allahun edhe si bëhet njëri shembull. Do të thonë sikur titullin që kena vendos, do të thonë te lajmërimi. Dhe para, për me kuptu ma drejt që këtë çështje çka folna ne sot, pikën e parë që kam zgjedhur me ju me diskutu sot është që kur kënaqesh ndajherë, ai thu dikujt na jam të kënaqur të ekzistu, ai thu jam të kënaqur të jetu. A ka dikush që ndajherë përdor u kënaq ato ekzistuan këtë tokë? Po s'mundesh se njëri nuk kënaq të ekzistu se ekzistenca është diçka që nuk ki shije. Po çdo njeri kur kënaqet, ato kënaq me shka? Me shije. Thon te ekzistenca pika e parë, do të thonë qëllimi kryesor, dallimi mes jetesë dhe ekzistencës që ne ndajherë do puni bojna, dhe pse i bojna se i naturdhnuve. Më fal namazin ti e fal, shkele shko se ti urdhnum. Namazi pa shije i bie veç të falën që me hek qafe. Ne nuk e falë namazin me hek qafe, ne e falë namazin me tume namazin. Do të thonë, çka është dallimi, do të thonë esencial që e kuptojna prej fillim. E dashur vëllezër besimtarë, e dyta është shumë njerëz i kalojnë, hajnë, pinë, punojnë, flenë, çohen apo vetëm punë, nuk ka kur gjë, non stop e ka jetën normale, ama diçka ti mungu. Do të thonë, nuk ka rahat, ju ka bë dosad në jeta, a është transmetuar ajo që pejgamberit alayhis salatu wasalam sahabi ju ka bë dosad në jeta. Do të thonë, ku ne bë dosad në jeta? I bëhet veç atyve që ati mungu shija, ati mungu kripa një mek, sa të shiu mirë. Do të thonë, ti të hangit e mush barkin, okay, ti jeton si këtë, ama ne dojna një gjallëni. Do të thonë, daveti kur folna me pat knatësin davet, i bie që mu gjallëru daveti. Jo valla, jam të bu davet, pse të bu davet? Thojnë musliman se që po ma iniciativa vepro ligjërata, po ma nuni ligjërata, po mojna xhallar. Nuk është kjo, ne mojna davet se ne dojna moj davet. Ne s'mojna davet për me ditë tjerë nëse bojna davet. Do të thonë, ç'ka është dallimi esencial që e dallon jetën, do të thonë me Allahun, edhe jetën me ekzistencën që ti këtu ndoshta e ki Allahun, ama Allahu nuk është shija jote, do të thonë vazhdimisht. E tash lynd pyetja e parë. Ç'ka është ekzistenca? Për shembull, kur ndalesh edhe detajizon, për shembull filozofët islam, edhe ato që dietarët islam, sidomos Ibn Taymija ka folur shumë për ekzistencën. Kur e merr Ibn Taymija dhe analizon se çka ka folur për ekzistencën, gjen shumë definicione. Na mundumi përshtat disa pyetje që ne me kuptuam me çka temën tonë. Për shembull, s'kena ardhur sot ne fol për ekzistencën. Ne kena ardhur sot me thon çka është ekzistenca edhe çka është jeta. Do të thonë, ne çka me bëu, me ekzistuar me jetu. Do të thonë, kena i marrë veç ato pyetje që na hyn neve në punë. E para është ekzistenca është kur njeriu zgjot pa qëllim. Çosh në sabah, kur gjo nuk e di çka kemi brenda ditës, do të thonë, çosh kur rafsha mos u vrafsha. Po shkon muslimani kështu. Ti çosh, do të thonë, hala pa lindilli për shka, çosh me qëllim e fal sabajin. Mos e shka van ti ban dhikrin, do të thonë, ti ki qëllime prej fillimi ditës tani, nuk jeti që çndron valla çona, kur në vëjtë çova, ha pak buk, po dal një kafe me vaktin, nuk ka kjo jetë. Nuk ka kjo jetë, kjo quhet me harxhu kohën me shkut Allah azza wa jall. Jeta kur ti çdo moment e shijon. E dyta, jeton ama e ka jetën këtë rutinë. A ti shkon punë, kthehesh pi pune, vjen te shtëpia, ato ka po rutinë jeta. Do të thonë, njëri që ekziston i ka çdo dy. E treta është e ndjek dunjallëkin, ama ahiretin i çe mendon. Ti e fal namazin se tutesh pi Allahut, ama se fal namazin se beson se namazit grin xhennet. E katërta është nuk ka lidhje të fortë me Allahun. Për shembull, çto njerëzit që s'janë lidhje të fortë me Allahun, nuk i shem shumë ligjërata. Do të thonë që to shka i veç ekzistojnë edhe nuk jetojnë, ti nuk i sheh shumë davet, nuk janë të keq davet. Njerëz që jetojnë dinin ai vjen me gjithë çfarë ligjërat. Ai s'pret me thirrë ai vllai tu ardh se duket më mirë se ka më shumë njerëz. Jo, ai vjen me qëllim, ai është i pari që vjen. Do të thonë, çtu është ai dallimi esencial edhe e fundit është i kalojnë ditët pa lënë gjurmë dikon. Për shembull, a interesohet dikush për ty? Kështu sinqerisht, pyetje, do të thonë sinqerisht për çdo njërin, kur shkon ti dikon, a ja le ti kujna amël. E ti më thon, valla ke filani i biri filanit, shumë u kënaqem me këtë njeri. Apo jo, ke aty
erdhe shkove, kërkush nuk e vrin që ti ka dikun prezant. Do të thonë gjurmë kërkun nuk lep, se veç ekziston. E tash e marr në ajetin koranor që Allahu azza wa jall fol për këtë që na të fol deri tash. Për shembull Allahu azza wa jall thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Allahu azza wa jall thot: "Kush largohet prej përkujtimit tim." Do thonë ai falet me herë, i ban do punë, ama nuk është i sinqert në atë çka e ban, thot kena mja bon një jetë të rënë, një jetë ngushtë. Ai të ngushtohet gjyksi, ti kur gjos ki asnjë bela se ki të ngushtohet gjyksi. Pse? Se ja keni shumë mu largu pi përkujtimit të Allahut, e përkujtimi i Allahut është namazi, është xherimi, është do të thonë dhikri që e ban ti. Vazhdimisht janë adhurime të ndryshme. E për këtë arsye Allahu azza wa jall ta jep çart. Kush largohet? Ai largu pi rrugës të përkujtimit të Allahut, vallahi s'mundesh me pa ti jetë lumtur. S'mundesh. Është barazim me zero. Pse barazim me zero? Se ti nuk mundesh me dal kashis të jetë kuranor. Do thonë, nëse mendon ti se pa Allahun je i lumtur, ti mundesh pa të kënaqësi momentale, ti mundesh pa të lumturi momentale, unë fola për lumturi të vazhdueshme. Për shembull, sa herë që ti kur e sheh një jo besimtar, edhe ti e sheh vetëm tani i thu vetes, elhamdulillah, shumë jam i kënaq. Pse je i kënaq? Se unë jam musliman, ai nuk është musliman. Unë e hin në xhennet momentin që e përfundoj jetën, ai ku shkon? Do të thonë, kjo është ajo lumturia me jetesën me Allahun azza wa jall që e bën vazhdimisht. Ibn Qayyim ka një thënie shumë interesante ku thotë, në zemra e dini çdo njëri për juve sa do të thonë një boksin e njerit. Zemra është e mushur me disa pjesë. Shumica dërmuese e zemrës, çdo ti Ibn Qayyim thotë, është një zbrasti e madhe nëse Allahu nuk është brenda. Për shembull, kur ti mundesh me lipën, dikush e lip kënaqësinë pasuri. Edhe shumë njerëz që kanë arrit pasuria ama e kena pa rahli sa se kam rri lumturinë. Ti ke mri më bë diçka, ama hala nuk i të kënaqti, se çka do çaja pasuri kur ti s'kënaqesh. Shka do që e pasuri që ti jale trashëgimtar, ose për shembull dikush do më arrit autoritet të njerëzit. Shka do të autoritetit të njerëzit nëse ti nuk i të ndje që tu çka i të bo. Do të thonë ne këtë kemi kthie me largu ekzistencën edhe automatikisht mu lidh me jetën e përditshme. E dashur vëllezër besimtar, do të thonë pika kryesore që kësaj pjesë të ekzistencës është që ato s'kan shije. Thonë çket me mojt pak më detajisht, ligjëratën që pikën e parë, pikën kyç që shka e kanë ato që ekzistojnë edhe ato që sjetojnë, janë ato të cilët nuk kanë shije, do të thonë veprat e veta. E dashur vëllezër besimtar, tash vazhdojmë në pjesën e dytë që është tash mos i folëm për ekzistencën, atëherë çka është jeta. Për shembull ti Islami, ne kemi një problem në herë që janë nis na fol na haram, ama ne nuk jap në opsion halal. Do të thonë Islami kur nuk ta ndalon ty në çast, më thon ti, çket mos e bën, ama automatikisht ta ka thon këtë të rëmbane. Për shembull, Islami ta ka ndalu ti pirjen e alkoolit, ama këtë tjera ti ka, do të thonë ti ka leju. Islami ta ka ndalu ti zinajin, ama ta ka leju ti martesën, edhe ka urdhëruar për martesë. Do të thonë, nuk mund në këtë çast më thon, veç çto, veç fokus me një pjesë, a pjesën tjetër ne nuk gëzojmë kon fanatika me pavesh një pjesë. Nuk mundesh me sqaru dinën e Allahut ti nëse nuk e jep edhe këtë pjesë dhe këtë pjesë. Sa kur ligjërohet për haramin, ligjërata pasuese ulemat e kanë bërë që me fol për halalin. S'mundesh me fol ti haram, se pastaj jo rastisht mendojnë disa njerëz se hoxhallar të ulemat folin vetëm për haram. A di pse mendojnë se ashtu? Se hoxhallar në herë të dash xhamatin me largu pi haramit e gabojnë metodologjinë edhe folin për haramin. Mos do të mos që fesh ka vetëm haram çon, ai kupton? Nuk do të që fesh që fol vetëm për haram. Unë duani fesh kanë folë edhe për halal. Duani fesh që mi lejon disa sene. Islami këtë lejon. 98% e dinit është lejes. Lejohet me hang, lejohet me pi, lejohet me jetu, lejohet me martu, lejohet me shkollu. Këtë lejon. Shkandalohet çato Allah azza wa ti kalon do teste. Edhe merak i njerit është me shkuç do teste. Do të thonë haram është zinaja pa e provu se ka, do të thonë se ka çare njëri. Pse se do me shku? Pse se ta kalon Allah kët indin, se mos me pasdashje, është një gabim i madh. Dikush te çka pjesa do ndalen një kaçore për me mujt me ndërlidh pjesën e dytë. Dikush thotë se du haramin, qire. Ka një dallim të madh këtu se më paslan Allah te çdo njeri mos me dash haramin, atëras njeri s'kishte bë haram. Njeri e bën haramin se e do. Do të thonë njeri realizon një haram se e do. Ne shkalim me bë, kur e forcon ti devotshmërinë, çatë haramin se do. Allah azza wa jall çdo njeri në gjyksin e vet ja kalon me dash haramin. Ti e do haramin, ama në momenti kur e kupton se Allahu nuk e do, ti e bind vetëm tani me ju nështru Allahit. Se mu paskon për shembull, mu paskon që ti nuk ki çasje hiç te harami, ato shkësht e kanë kjo pezoj, no? Një shembull, do të thonë, një shembull thjesht, nëse Allah azza wa jall e kishte lënë që ne mos me dash haramin, atëherë asnjë njeri në rrezullin toksor nuk kishte realizuar haram. Po Allah e ka lënë që më kon tërhec haramin dhe ti me dash haramin, në momentin ti tu afro te harami, e kupton se e ki devotshmërinë me veti, edhe çfarë devotshmëria ti largon mbi haramit. Janë çaste që ndërlidhen njëra me tjetrin. E tash vazhdojnë atë jeta. Çka është jeta e vërtetë? Për shembull, është ajeti kuranor i Allahut azza wa jall, se çka ajeti kuranor është për çdo besimtar, besimtare i vogël, i madh, plak, në ditë para vdekjes, në ditë para, do të thonë jetës, ekziston kjo ajet për çdo njeri. Allahu azza wa jall thotë në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha, falanuhyiyannahu", "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Për shembull, çka ajet kuranor
kur e komenton Ibn Kathiri, jep 3 qasje. Ne kemi marrë vetëm 1 qasje. Allahu Azza wa Jall thot, kush punon vepra të mira, është ajet decid, nuk është ajet për shembull gjithë përfshirës. Nuk është më thënë për shembull çka ajeti i përfshin krejt, çka ajeti është decid. Do thonë Allahu Azza wa Jall thot, men amila salihan min dhakarin aw untha, kush punon vepra të mira pi burrave apo pi grave, wa huwa mu'min. Do thonë nuk fol kjo për jo besimtar, thonë kjo fol për besimtar, për besimtar. Kush bën punë të mira, do thonë prej burrave grave dhe është besimtar, fala nuhyiyanna, kina me ta xhalloruti jetën, do thonë kina me ta bëti një jetë shumë të mirë. Nuk ka opcion dytë. Allahu Azza wa Jalla levesh një opcion. Ka mujt me thonë, ai i cili e fal namazin, po namazin i të veprat e mira. Ai i cili e zakatin, po zakatin i të veprat e mira. Se dallimi mes veprës mire dhe obligativës është që obligativën s'ki çare pa e bë. Vepra e mirë është që e bën ti vazhdimisht. E për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla jep qartë. Kush bën punë të mira, prej besimtarëve, që është burr ose gruaje, kena me ta bëni jetë mirë. Nuk ka shanca teorike as praktike me pat një jetë mirë besimtari jashtë se të bëj punë të mira. E kush mund të bëj punë të mira? A mund të bëj punë të mira që se një Allahu Azza wa Jall? A mund të bëj? Po mund të bëj. Mund të bëj, ama atë që ka jeti nuk ke. Pse nuk ke se Allah ta ka dhënë, wa huwa mu'min, do të thonë është besimtar. Ti mundesh me bëse, për shembull, ka jo besimtar që e bani punë të mirë, për shembull, ka shpike, a ndodhi korona, a e shpikon jo besimtar të shpikon vaksinën. Punë e mirë që e shpikon. Do të thonë pse se të ndalon tipi virusit, ama ahite çka jeti jo. Nena të fol veç për besimtarët musliman. Do të thonë, ato besimtarë që bëjnë punë të mira. Do të thonë Allahu Azza wa Jall po thotë, ti nëse bën punë të mira se kur nuk e njeh Allahun, s'mund të bëj punë të mirë. A ti ç'i bie puna me njoft Allahun? Ti je njeri, edhe do të thonë puna e mirë është këtu. Allahu Azza wa Jall mëson. Për shembull, çto drita që janë këtu jo. Nëse i kut na dikon kavllat, a del dritë? S'ka shans me dal dritë, ngjite kavllin. Allahu Azza wa Jall po thotë, ngjite kavllin o musliman se tu ka djeg ti si tu dit, çish me bojë jetën tënde të mirë, po të kallzoj se veç me punë të mira ti mund të pa dritë jetën tënde dhe pa jetën tënde të mirë. Për këtë arsye ne kuptojmë e para është puna e mirë, e vazhdueshme që e bën vazhdimisht. Çish e bën ju këtu si shoqat, vazhdon që ty ka me ta lumturoj jetën. A ti nuk ndihesh indiferent në shoqni. Ti nuk ndihesh për shembull njëri i tepruar në shoqni. Ti e ndjen jetën tënde se je gjallë. Ti je gjallëron umetin. Se ti vetë je gjallë. Nuk mundet me bëu dikush mirë kur nuk është mirë me Allahun Azza wa Jall. Nuk mundet me të mësu dikush me bëu mirë kur ai për vetes di me bëu mirë. Do të thonë, e para është që ju e dini me, do të thonë për veten e juve se çish bëhet mirë, edhe ju doni me bëu edhe për të tjerë. Për vëllazërit me mësu dinin, ju keni bëu takim, për me mësu dinin pse a merr dikush piu me parë këtu, a paguhet për në ligjërat? Valla shumica e muslimanëve nuk paguhen për me ardhur ligjërata, as me ngu ligjërata. Po pse vin ligjërata? Vën me mësuni dimension të fesë, me bojë jetën e vet më të lezetshme. Veç me din muslimani mund të kuptojë jetën. Veç me iman në Allah, me gjallërinë e imanit mund të ka njëri që jeton jetën vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar. Një analizë shkurt e kanë bërë dietarët ajetit kuranor Manalt. Kam e lexuar analizën shkurtimisht. Për shembull, ajetin që e lexuam Manalt është për të bënë një jetë mirë. Allahu Azza wa Jall në çiket ajet, a tha që li me pat pasurinë me pat jetë mirë? Jo valla nuk tha. Allahu Azza wa Jall a tha se te ajeti kuranor me pat jetë mirë, s'lip me pat sprova? Jo nuk tha. Allahu Azza wa Jall se përmeni as pasurinë, as provën se përmeni te ajetin. Allahu Azza wa Jall tha jetë mirë. E cila është jeta e mirë? E para. Jeta e mirë është me pat zemrën e qetë. Mja u tregu një ngjarje është e gjatë. Kisha dash veç atë mësimin e fundit një ngjarjes të 1 miliarderit që e thot njëtën e vetë. Thot pasha madhrinë e Allahut, musliman. Ama musliman që ka qenë duke ekzistu, jo duke jetu. E kisha dhënë këtë miliardat e mia që i kam. Është gjallë hala. Këtë miliardat e mia veç një herë me ta shijojt kënaqën zemrën tënde i qetë. Për shembull, a pagun ti që shkon në shtratin tan, edhe shtrihesh i qetë, asnjë problem se ki, zemra rahat e ki, asnjë problem shëndetësor, asnjë problem të jashtëm, a falenderoj Allahun Azza wa Jall për çet. A pagun ti diçka për çet? A ta ka borxh Allah Azza wa Jall me ta dhënë ajrin pa parë, a ta ka borxh Allah Azza wa Jall ujin me ta dhënë pa parë, a ta ka borxh Allah Azza wa Jall mi thon trupit tan me funksionue në rregull, mos mu çut çelizat kundër vetes me kriju kancer. Ai thua Allahu Azza wa Jall nare alhamdulillah. Do thon zemra e çet është e para me jetu jetën e lumtur. E dyta është lidhja me Allahun Azza wa Jall, që çdo njeri e dini këtë pjesë. E treta është qëllimi i jetës. Zgjon muslimani mu çun sabah dhe me thon, valla s'pe di kur rafsha mos u vrafsha. Nuk ekziston kjo thënie, do thon terminologjinë e shariat të Allahut Azza wa Jall. Po dalun e shkat bye di. Do thon jo ti, më mirë rrin në shtëpi, edhe cakto qëllimi ku do më mri. Ndoshta në fillim ke pa tran. Është tran me caktu qëllim, për shembull, është tran çto 3 që janë këtu, që janë shkolla fillore dhe shkolla të mesme, me thonë unë pitash, do më bëni hoxhi suksesshëm, është tran. Se kërkon sakrificë, kërkon punë, non stop li me punu, lip me mësu, stip mu lodh, është tran me thonë du më bo subspecialist i një lëmijës mjekësi, është tran, ama lip me caktu ti qëllimi, ama jo valla, unë e kam qëllim mjek, ama kur as nuk mësoj, as nuk lexoj, as nuk rrin me xhisit harit, po s'munësh më bo.
Nuk mund të bëj, domethënë janë dosene që kërkohen vazhdimisht. Pikë tjetër është lumturi në adhurim, që tu kena defektiv kit ummeti i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Domethënë na herë shpesh herë bojna adhurimin rutinë. Subhanallahu, kena mundësi të çka pjesa e rutinës, janë edhe 3 pika apo që kanë fol për rutinën. Është problem be subhanallahu me jetu tan jetën edhe me pot. Për shembull ti tan kohën falësh, kurse kisho imanin në Allah. Falësh, edhe falësh shpejt e shpejt. Me bë me të pa dikush ti falësh ka dale. Me bë mos më kanë për shembull dikush ti mund jer për anë namazin e akşamit 25 sekonda e fol. Pse? Se ti si të shiu, s'ke lumturinë adhurim. Për shembull, s'mund të po ti të lumtur ti, edhe non stop ditë për ditë namazin e fal ti shpejt e shpejt. Nuk e ke çasti për shembull, mund nalë ta mendoj kur ti qysh durt Allahu Akbar. Kujt u lidhve? Kur ti thon Allahu azza wa jall Allahu Akbar, çka i bie çka simbolik? I bie ti thua Allahu azza wa jall Allahu Akbar, dunjën e lash mbas, po lidhna me ty ju Allah. Domethënë, komunikimi drejt për me Allahun azza wa jall, ama ti nuk e shihon, pse se non stop e keni edhe gjunaj është pengesë është, domethënë, çu ka bërë rutinë, ka pengesa të ndryshme, edhe ti nuk e shihon vazhdimisht, edhe fundit është knatësi me kaderin që elhamdulillah te Allahu azza wa jall, për shembull ato që janë të rregullt namaz, ato që janë të rregullt ligjërata, ti kjo pjesë nuk kanë problem. Për shembull, me dekti baba, a e nis vajton? Jo se anis me vajtu, ti i knash me kaderin Allahu azza wa jall, edhe i knash për shembull çfarë situatë ka pru Allahu azza wa jall. Për shembull nuk li më kanë xhelos ti, një vllav jot çto mezhlis, ka pasuri, edhe ti e fukara, Allah të ka sprovuar, ti më thon, po Allah, çka kanë bënë që s'u jep ti mua edhe jep atij, për shembull. Me vetë me bëu çka pyetje kjo i bie që ti hala ky problem me kanë me knacin në kaderin Allahu azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, si ta kuptosh, do të thon se nëse i tu jetu vërtet, e para është apet, a kam qëllim njët, banja këtë pyetje vazhdimisht jetës, do të thonë vetës tane, e dyta është a zgjohem, për shembull, a zgjohesh në erën sabah për dikan më shumë se vetja. Për shembull, ta mendosh kjo është pyetje për ato që çon namaz sabahit. Kur çohesh në namaz sabahit, për kanë të çu për veten me bënë ushtrema, jo ti tu çuhe me adhuru Allahun azza wa jall. E treta është a ke lidhje me Kur'anin e Allahut azza wa jall. Defekti muslimanëve që jashtë Ramazanit, ndoshta lexojnë brenda muajit, ama hatme brenda muajit është pak problem me gjet musliman që lexojnë një hatme brenda muajit jashtë muajit Ramazanit. Ndoshta Ramazani jep fokus 5 hatme, ama jashtë Ramazanit edhe veç kur ti vjen me Kur'ani i lexojnë 2 faqe që mos them kaloj dita pa lexuar Kur'an. Kjo është fatkeqësi që e lexojnë vetë herë, unë ja këto ditë çket ligjërat, çket pjesën ja adresoj vetes më shumë. Do të thonë, e më marr më shumë me Kur'anin. Nëse do me ngjallëru jetën tane, pa Kur'an s'mund të ngjallëru. Do të thonë, është defekt i madh nëse mendon me ngjallëru jetën tane, pa lexuar librin e Allahut azza wa jall, e pastaj është apo bëhemi çto, a ka musliman që kjo ja ka dhënë hediye sot, nëse dikush më thotë çto. A ka një musliman që e ndjen veten e vet që ditë për ditë që i kalon bëhet më i mirë. Bismillah. Me mendue se e djeshma a kanën ka përci. Sot unë jam më i mirë se dje. Nesër ka më konë më i mirë se sot. Mas nesër ka më konë më i mirë se nesër. A kanë musliman që? Ditë për ditë me përmirësu veten. Sahabit shokët e pejgamberit alayhis salam transmetohet se Abdullah ibn Abbasi, ku thotë që non stop e kanë theksu, vetës temi kanë theksu, më zgabon me të kalu dita tjetër, do të thonë, pa u botin e vepër më të mirë se çka e bën dje. Por shembull çka dita ju është më e mirë se dje, se ndoshta dje s'keni ngul ligjërat. Ama sot nuk keni ngul ligjërat. Ama e nesërmja, a mund të më kanë kështu? Po mund të më kanë me shkutën e hoz tjetër, se ka ligjërat. E dilla, e hana, e marta, me botë diçka. Nuk është point ta vesh ligjërata, me ngush 7 ligjërata njoft. Pointa është nesër ban ai hayrat, mas nesër thirrën ai musafir. Ama veç për Allah. Do të thonë mos e ngatroni jetën. Ç'kjo është me jetësu jetën më drejt, edhe e fundit është nëse vdes sonte, çka kanë përgatitur ne për dinin e Allahut azza wa jall. Për shembull sot me dik, para mendonin, ne nuk e dina caktimin e Allahut azza wa jall, e ndëgjohen ligjërat Hoxhës Bekirit dje që ishte mbajt me një podcast të sunullaj. Para mendoti me mendu tash realisht, çtu jena ne bashkë, apo elhamdulillah Allah azza wa jall na ka bashku zemrat, nuk kanë çket me xhlis bashkë. Para mendo mos e mujt me dal kësaj dere. Çfarë thua Allahu azza wa jall? Do të thonë, cila është vepra jote që ti do mu taku me Allahun, vepra jote e fundit ka me taku Allahut. Kema të mutune tu ba'athun. Qysh keni me dek, keni murin gjallë. Do të thonë, cilat janë ato veprat e tua që ti bëhet që murin gjallë te Allahu azza wa jall. Do të thonë, çka është ajo jetesa që e mendon muslimani vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, çka e kam edhe një sem për juve, çka tu të lëviz ty më shumë jetën tonë. Për shembull, a tu të lëvizën dunjaja ahireti. A koni, do të thonë, një çaste, një fotografi e qartë. Mendoje tash në jetën tonë çto, çka tu të livrit në jetën tonë? Ai tu ngarin më shumë mas punës, a më shumë mas imanit. Ai tu ngarin më shumë mas përkohshmës, ai tu ngarin më shumë pas përjetshmës. Do thonë, banja pyetje, mendoje tash. Nuk folna këtu në melon dunjon mos. Nuk guxojna mi këtë interpretu ligjëratat. Ne folna me pa ti prioritete. Që tu un jam dëshmitar, kam veçën para Allahut azza wa jall dëshmitar, se u keni ndopi kosuve, keni ardhur me ngul ligjërat. Unë ka veçën dëshmitar. Pse se ju çtuni të kontribu me ardh me përmirësu veten e juve. Do thonë, ju keni ardhur për çka ke ardhur?
Kjo është më mësu diçka të re, që nesër me patjen tonë më ndryshe. Është e qartë ky pjesë. Por mund me pa dikush një jetë ndryshe, ama njëti kryesor është ti me përmirësu vetën tonë vazhdimisht. Çiket njëtin e juve, çiket punën e juve vlerëson Allahu Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, tash e bëjnë dallimin se çka çu përshon Allahu Azza wa Jall, jetën e ahiretit edhe jetën e dynjas. Për shembull, Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Kush e mposh xhenemin edhe e fiton xhenetin, ai ka fitu. Dunjaja e kësaj bote nuk është vetëm se një përjetim mashtrues. A di ç'është kjo pjesa? Ti jeton, ki hiqet tu, nejtë 5 minuta dole. Do të thonë përjetim mashtrues. Allahu Azza wa Jall botën ahiret ç'e përshkruan? Thot: "Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa." Allahu Azza wa Jall thot: "Ju e parapëlqeni dunjon më shumë, ama thot ahireti është më e mira për juve, thot edhe është i përhershëm." Tash e marrën një shembull dhe kuptuam drejt. Nëse linxansit i thuhet, që është me një shkollë, i thuhet: "Kemi pat një provim një orë. Një orë e keni provim. Nëse brenda këtij provimit kalon mirë, këtë jeta jote ka mund varën mas këtij provimit, ose për ka e mira ose për ka e keqja." Çka kishmi bën ne nëse e kishmi pat një si mundësie? A e kishmi lanë habe se provim është ta? Jo vallahi, nëse varet këtë jetë ime për një orë, fokusin më të madh kisha dhënë kësaj ore. Pse se e ndryshoj këtë jetën time? Ai çfarë shembull do të shki? Jeta e dunjës karshi, jetës të ahiretit është sa kur një orë kësaj bote. Një orë jeton ti këtu. Tash i të dash ti me hub këtë ahiretin për jetësinë për një orë kësaj botës. Unë e di që gabon. Unë e di që ne kemi bërë gjunaje. Unë e di që edhe unë bëj gjunaje. Unë e di që çdo musliman bën gjunaje. Ama ajo na kërkohet non stop të përmirësoj veten. Nuk guxon besimtari me jetu dhe më thon vetes, valla mashallah jam unë e di. E kam rënë në nivel. Po s'mundesh me rënë në nivel. Ulemat më të mëdhenj dinit Allahut Azza wa Jall. Shokët e pejgamberit alayhis salam janë tut me shku te Allahu Azza wa Jall me gjendjen që janë, që me krahasu gjendjen tonë me gjendjen e shokëve të pejgamberit alayhis salam, i na largësi sa ne këtu drejt me hanën. Do thonë, edhe ne guxojmë me ne rahata. Do thonë, çto ligjërata vesh neve na përmirësojnë. Kush ato punu për me të përmirësuar ty? Nuk guxon besimtarit me ik dy sene e para, ligjëratat edhe e dyta librat. Nejna umet që mas pakti lexojna. Do të thonë, nuk guxon ti me çndru, vallai libri i fundit që ka qenë klasën e 8 ose vitin e 4 shkollës mesme kam lexuar. Po çfarë muslimani? Çfarë muslimani që po duam kanë musliman ideal? Ti li mundon non stop me mendu. Këshire, hoxhallarti kanë prur sto libra apo? Hoxha Bekiri, hoxha Rafeti, hoxha Remzia i kanë prur sto libra. Sto libra nuk janë vetë heshëm me net. Këto libra janë marr mu lexu për ato që e din gjuhën arabe, apo për ato që s'e din, li mu koncentru nëse do me bëj jetën tonë të mirë. A nëse do me pat jetën, valla veç me harxhu kohën time, razi kafsh, veç inshallah të kaplar rahmeti Allahut me një xhennet se me punët e tua, valla se ki rrugën për xhennet. Do thonë, ne na vet kritik, edhe pse na vet kritik, ne nuk guxojna me pat non stop kritika, ama kur e kritikojna veten, edhe kur e kritikojna xhamatin, ne dojna më përmirësu. Kjo është sigurisht shembulli që e përdorin, është shembulli stër përdorur shpesh herë në jetën e muslimanëve që kur shkosh mjek ta prek varën. Pse ta prek varën? Ta prek me ta shnosh, jo me të lëndu ty. Edhe ne kritikojna me jeshnosh njëri tjetrin. Se ne kena mbet mbas, për shembull, vallai është një anketë që turp më vjen me lexu. Me marr shkollat e mesme që lexohet, do të thonë Republikën e Maqedonisë Veriut, sidomos anën shqiptare, do të thonë del 2.2% që lexojnë, do të thonë muslimanë, edhe jo muslimanë që lexojnë për shembull libra. 2.2%. Do të thonë 97.8% lexon kërkush. Lexon veç ato libra që e kanë marrë notën edhe selam aleikum. A ummeti pejgamberit alayhis salatu wasalam, dikur është shumë, për shembull Andaluzia. Pse është shumë? Se ka pas shumë ilm. Pse ashtu për Andaluzia s'mani shumë ilm. E më vitet Abbasidët pse shumë ilm. E ne nuk mendojna me ndryshu umetin vetë me ilm. Edhe nuk ka rrugë tjetër vetë se mu bë njëri shkollum edhe të përmirësu veten tonë vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar. Tash e kena një pjesë tjetër që thot pse vetë shumë njerëz ekzistojnë. Për shembull, çka pyetja lind shpesh herë. Pse shumë njerëz vetë ekzistojnë? Shërbe ti mundesh me thonë jam tu jetu, ama realiteti jot atu tradhu. Ti mundesh me thonë unë jam tu jetu, vallai jam tu jetu, ama realiteti jetës tonë vazhdimisht atu tradhu. Për shembull, pse vetë shumë njerëz ekzistojnë? Këtu kena 3 pika. E para është kanë rutinë pa qëllim. Është mirë me pa dënia rutinë, për shembull të ecmës me rozaif, me bo sport rutinë. Ama me pa të rutinën pa qëllim është problem. Për shembull, jeton ama nuk mendon. Ti jeton ama kur se los trunin tan. E dyta thot vrapon ama nuk e di ku shkon. Këtë do të thonë të përcaktuar me pjulemove. Thot ti tu vrapu dikon ama nuk e ke destinacionin e dur ku të shku. Për shembull, e kena një mësim këtu. Ti që, për shembull, ti shkon punë, ama kur shkon punë ti e ke dosat do punë, di? Lodhesh, jam të shkon punë, edhe vetë pse më marr një rrugë. Po zguzon e pa muslimani kështu. Ti me pa qëllim të madh, rutina e shkollës tane që shkon ti në punë, shkon në shkollë, shkon dikun, ni me pa një qëllim. Pse shkon punë ti?
A ke vetë pse shkon punë? Shkon punë me fitu dinarin halal. Se te fitu dinarin halal, çka e çon në shtëpi? Allah azza wa jall ta registron si sadaka, edhe nesër kemi pas probleme për çat punën që e ke bu, edhe fëmijën që e ke rit halal, edhe nesër çaj fëmia jet ka marrit dikun. Këtë ndërlidhshmëri. Ti shkon me pi kafe, ama shkon me pi kafe, jo me takuna i vëlla, me kënaq, zemrën e vllavit, ti shkon kafe me hub vakt. Ne kena do rutina pa qëllim, ose për shembull tjetra, ti del me ec, ama nuk e të ditë ku të shku. Ku të shku nuk e di valla. Çu se di ku të shku? Po pse ke dalë me ec, po çevesh me hub do vakt. Veç ne kena vakt me hub. E kuptoni? Allahu azza wa jall, e para që është përmortuar është wala asr pa shakor. Veç ne kena vakt me hub. Allah e kërkon që ti me pat kohën tane maksimalizojmë veprat që i bën vazhdimisht. Kemi kërku kohën. Ama s'ka me të dhënë mos e mundësia. Kur tu ish Rabb birgjiun, Allah kthejmë edhe një herë. Ama Allah azza wa jall s'ta mundësinë. Thon kemi thënë çat mundësi se kemi anis mutut pi Allahu azza wa jall, ama Allah azza wa jall s'ta. Për çka arsye ne kena këtu që ta kthejna veten tonë që ta jetojnë jetën çdo moment që e kena, do thon tjetës tonë. E dyta është dunjaja, do të thon u bë qëllim. Është hadithi i famshëm i pejgamberit alayhis salatu wasalam ku thot, kush e bën dunjan brengën e tij kryesore, Allahu azza wa jall do t'i shpërdoj punët e tij. Për shembull, a e ke dunjajën? Tash me marr një shembull me kuptu drejt. Haxhilert janë nis dje dhe sot apo? Është ditë nisën do haxhilert që kanë me të pashku. Me pashku mi vet ato haxhilert që ato parë që i keni dhënë për në haç. 7.000 euro, 6.950 sash, nuk e di sakt. Që ato parë që i keni dhënë për haç, edhe më ju thon çative haxhilerëve, a kishim mujt me sos ndaj punë? Çdo njëri kishte thon, unë bile kam ndaj martesë, unë kam fejes, unë kam renovu shtëpinë, kam ndru kerin, kam probleme tjetër se, kupton? Çdo njëri ka, çka kanë bëu ato? Çat pasurinë vet e kanë dhënë din të Allahit. Ato për vetën ato shku, kur kujt janë di bohaj, i kanë dhënë për Allahun azza wa jalla, ato janë të shku ku me kry kushtin e pesë të Islamit, pse? Me shpëtu çafën e vet pizon me xhenimit. Do të thonë, kur ti e ke ahiretin, jo dunjajën, se kur e ke dunjajën, s'ni mrin punë, ti ki groga ma ti s'dalin parët, ti ki do në pasuria ma s'tëmlon bira, ti mlon 2 bira, qenën 2 bira tjera, ti e ki një sprov, sa më shenë një sprov Allah, ta qënë sprovën tjetër. Pse? Se ti dunjajën e ki qëllimi kryesor, se ki ahiretin. Ato që e kanë ahiretin shkun, do të thonë haç, se ne kena një problem, se shpesh herë na komentator. Zguxon muslimani më kanë komentator, u shtrejtu haxhi. Pashallah sot është më lirë haxhi sa kanë para 30 vjetë. Me krahasum me lira, 25 lira, 30 lira, sot haxhi është më lirë. Ne nuk kena avokatur të basis islame me kallzu sa është haxhi. Ne veçën ato kallzu që tu, se haxhi janë më lirë se çka kanë. Fundja, para 10 vjetëve haxhi ka qenë 2.000 euro. Pse s'keni shku? Pse s'ke shku? Po ki gjithë arsye, do të thonë, jo se pe baj sot, jo se pe baj nesër, e tash kur shtrejtohet, përpara kishte vend me shku, tash presin ndoshta deri 2030-ën, nuk pranohet emri derisa shkojsh tash. Për këtë arsye, kur ta kesh dunjon qëllimin tan kryesor, Allah ti shpërdon punë, s'nim lehtë punë. A kur e ki ahiretin thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ti punë të shpërdon me vetëm lehtë. A dhe Allah azza wa jalla ki pa ti shti do kocka, mozaikat janë. Tin kockat vet. Çu shobo Allah, le Allah azza wa jalla. Për këtë arsye do të thonë, e dyta si problem është që dunjon e kanë qëllim edhe ahiretin se kanë qëllim, edhe e treta është harimi i ahiretit, për shembull e haron ahiretin, që thot Allahu azza wa jall, wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mos u bani sikur ata që e harun Allahin, Allah i boni që ato me haru veten e vet. O musliman, kur e haron ti Allahun azza wa jall, mos mendon se dikujt i bandam. Kur ti se fal namazin vetën e dik. Kur ti nuk e fal namazin, nuk i përpikt në adhurimin ndaj Allahut azza wa jall, kërkuj si bandam, pasha Allah kërkuj si bandam. Kur ti sagjeron, a dëmton dikush? A mendon se dëmton madhrinë e Allahut azza wa jall? Për shembull, mos falja namaz dhe mos agjërimi jota. Pasha madhrinë e Allahut, sikur këtë dunjë mos ma agjëru Allahut azza wa jall, as 0.1% të atomit që ekziston nuk mund të bëj dëm Allahut azza wa jall. Adhurimi ty të pshton, nuk më pshton mua. Adhurimi ty ta leçon. Adhurimi ty të shin xhennet, nuk më shtim unë xhennet. Adhurimi jot ty ka më të bëj dritën var. Adhurimi jot ty ka më të bëj, domethënë, peshor në veprave të mira, ka më ta peshu që ti më shumë me patin në tonë maçel. Adhurimi jot ty ka më ta shën dritën, urën e siratin ditën që nuk ka dritë tjetër post dritës të adhurimeve tua. Do thonë, kur ti ban dëni, kur e ban ai lëshim ka shi adhurimeve të Allahut, ti veç vetes si bandam, kërkuj si bandam. Për këtë arsye, adhurimi jot, realizimi i adhurimit tan, ty të shton edhe kërkujt nuk i ban hajër. E kur ti adhuron Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall do thonë ti lecon vazhdimisht pjesët e tua të dastane. E dashur vëllezër besimtar, janë edhe disa pika tjera që nuk dishim dashur me stërgjat, po me detajzu disa sene që e patën vazhdimisht më të qartë se pse ne duhet me jetu me Allahun azza wa jall. Për shembull, jeta me Allahun është me namaz. Çdo njeri që e di se pa namaz nuk i shihet. Mundet me thonë dikush non stop namazi, xhenemi, shpesh. Edhe dinjer do tema trajtohen shpesh. Edhe kur trajtohen shpesh, dyqysh i hub sensi i asajna që ti lip me përjetu. E për me non stop fal namazin, dyqysh të hub ndjenja që ti me shiu namazin vazhdimisht, apo.
Ne kena me thonë një zgjidhje tash. Kur ti non stop përmendet namazi, për shembull përmendet xheneti, ti mënoj xhenemin. Nëse nuk ke xhenet, ku kemi hi? Në xhenem. Nëse nuk e fal namazin, çka kemi bë? S'mundesh më kanë, nuk ka shansa teorike, ato që s'falin namaz, nuk kanë pi muslimanëve që bëjnë punë të mira, bëjnë punë të këqija. Për shembull, sa herë menoj të kundërtën, kur folet për namazin, kuptoj se ai që se fal namazin, ka di dhe kësnuse, veç Allah azza wa jall, ndash dikan me rahmetin e vet, me shtin xhenet, se me matematikat, argumenteve shariatike, që i ka zbrit Allahi, çaj që s'fal namaz, rrezik maksimal me xhenet. I të rrezikon 99.9% xhenetin tan nëse s'fal namaz. E kupton? Do i mendon rreziqet që atëherë bëhet shija e namazit më e mirë. E dashur vëllezër besimtar, mujna me marrë edhe një pikë që është për shembull duajën që ti e bën vazhdimisht. Janë namazi, zekati, këto kushte islamit i dini, po ndalmi te namazi vazhdimisht është shtylla kryesore. Kur ti bën dua, a di me kanë tu fol. Për shembull, a beson kur i çon durt, edhe unë e di që ftyrat e juve nuk janë ndritshme rastësisht veç pi dritave. Ka nurt ftyrat e muslimanëve vazhdimisht. Vallahi, këtë e tham pa lavdac. Do njerëzi e shijojnë imanin mirë. Kur i çon ti durt edhe i thua Allahu azza wa jall, o Allah, unë kam çket filan gjunaj, ja adreson Allahut azza wa jall, a beson se çi komunikimi jot, ato të ngua Allahu azza wa jall drejt për drejt. Nuk është komunikimi jot nëpërmjet duajës me Allahun azza wa jall do si do. I tu forç kur me ai shok. Nuk është kur të ndalësh para Allahut azza wa jall. Pse preferohet në mesin e natës, para namazit sabahit, më shumë i fal, duhet të thonë 2 rekate namaz me dua, pse? Se çat herë këtë ummeti fle. Ra, kush fal namaz natë? Edhe ti çosh, edhe ja lip Allahut azza wa jall, Allahu çka thot? Unë e krenona me çket. Çështu ti jeton jetën. Se ti e lip Allahut, Allahu ta jep. Ti thua Allahut o Allah fal, Allahu të fal. Ti thua Allahut azza wa jall, o Allah, do të thonë fal mi çdo gjuna që i kanë bërë kalimut, Allahu ti fal gjunat. Kur je 0-0 me gjuna, çka do të thonë? A di çka që ti kënaqesh të e shiu imanin në Allah, se pengesa kryesore për me shiu adhurimet është gjuna, jo që ti e bën vazhdimsi. E dashur vëllezër besimtar, pikë tjetër është vetmia. Për shembull, çto tritjen edhe alhamdulillah që jeni tri shumica. Shumë njerëz ndryshojnë kur mesin vetë, dhe çka është fatkeqësia e madhe e umetit. Për shembull, nëse kur i e vet i e shejtan, pasha Allahun para njerëzve nuk i e me laçe. Herdo kurdo Allah i ka me ta zbor thyrën. Nëse kur i e vet i bën do punë që tutesh mi bëu para njerëzve, që kjo të bën ti me kalu pin jetesë në ekzistencë. E në të fol për jetesën. Nëse do me jetu me Allahun azza wa jall, ta di se Allahu azza wa jall, raporti jot me Allahun është çtu, definicion i drejt për drejt. Nëse do me di çysh je me Allahun, sot hiç më nesër. Tash në moment kujtoj ditë të kalume kur i kam vetë çka ki bu. Veç kërkuj s'ka po. Mendoj, nëse do me ditë 100% pasha madhrinë e Allahut garanton se nëse ti je i mirë, vetëm me Allahun, siç thot Allahu azza wa jall, nuk do ta djeg trupin e besimtarit një sy i cili loton kur është vetë dhe kujton Allahun. Ne na të fol për të kundërtën e kësaj, për ata që shikojnë haram, që bojnë haram, që munohen me gjithë skuta për me bo haram. Çka i bie kjo? Që ti nëse je shejtan vetëmi, s'mundesh më kanë me laçën publik. Normal, thoj za folna. Do thonë nëse je i keq i vetëstanin vetëmi, ta di se çat publicitetin që e kallzon para njerëzve. Mashallah, unë takva, unë pesë vakë namaz disen, Allahu azza wa jall herdo kurdo ka me ta çit ftyrën tonë ku para këtë ummetit. Për këtë arsye, që thot Allahu azza wa jall, "Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Allahu azza wa jall e di tradhtin e sinit tanë, di? Kur e kshir dikan shtremt. E kshir shtremt, ama ti kur jo skimi njërin, ama ti e kshir shtremt. Allahu azza wa jall thot e di çdo tradhti, e di tradhtin edhe sinit tan kur kshir telefon. Kshir pak haram e hek se çe dikush. Nëse je vetë e kthejnë vet. E di Allahu azza wa jall. Për këtë arsye, nëse do mos me kalu prej jetesës në ekzistencë, ki kujdes me haramin. E dashur vëllezër besimtar, dy shembuj si jetohet me Allahun azza wa jall. I pari shembull është hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasalam, që transmeton Tirmidhiu ku thot, edhe Imam Muslimi. Thot ky është hadith i çuditshëm. Pse është hadith i çuditshëm? Është ngjarje me dy njerëz. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Thot prej xhenetit ka më marr një njeri i cili ka qenë shumë fukara në jetën e vet. Para mendo shumë fukara, shumë ka hek. Nëse na fukara asnjëri shumë. Vallahi si na fukara. Vallahi ne kena me hon, kena me pi. Ne kena shtëpiat e tona, ne kena kerat e tona, ne kena telefonat e tona. Vallahi ne jena shumë pasur, ma ne për luksin na fukara. Thot pejgamberi alayhis salam ka marr një i varfër i skajshëm. E di që ndoshta me javë ka kaluar buk s'ka. Ndoshta me muj ka ndodhur që te shtëpia vetë është kallë, do thonë çmeti për me pik diçka. Thot ka më marr edhe, thot ka më vet, thot mos i ka hyrë në xhenet. Thot ai kambe thot na i herë thot ti, e di, me atë gjendjen e rrallë jetës tane, atë kujtohet në gjendje e rrallë jetës tane, thotë jo pasha Allah, kur s'm kujtohet në gjendje. Çu është tani jetën që jetu, u fukarallëk s'kujtohet asnjë gjendje, pse? Se xheneti është shumë i shtrenjtë, edhe e kundërta.
Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ka mu marr thot një njeri që këtë lukset të dunjas i ka pat në dorën e vet. Edhe këtë dunjën e ka pat në dorën e vet. Edhe ka mu marr prej kuj prej zorin xhenimit. Edhe kanë me vet thot, ai knoç me herë të jetën tonë thot, jo pasha madhrin tonë, o Allah kur s'jam knoç. Çka i bie çka dit? I bie që nuk është me rëndësi ti më jetu me pasuri. Normal, besimtari më i mirë është ai i cili jep sa i çmerr. Ama nuk është me rëndësi çdo herë ti më jetu me pasuri. Çdo herë është me rëndësi me jetu me iman. Për këtë arsye, hajt ta nxjallna imanin vazhdimisht. Edhe e dyta është si ngjarje, thuhet ka qenë një dietar, edhe ka qenë një njeri më shumë, edhe dietari e pyet këtë njerin më shumë se ka qenë duke çajt. Dhe thot pse tu çajt? Edhe në moment që njeri më shumë e thot një fjali që vallahi unë gjatë e mbaj mend. Thot nuk jam tu çajt se jam plak. Në dikush që ka vonja 70 vjet edhe jam nis me çajt edhe. Se tu do të thotë shkuta Allahu azza wa jall. Thot nuk jam tu çajt se jam plak. Thot po jam tu çajt se rruga ime drejt Allahut është duke mbaru, edhe nuk e di çu shka me ec në këtë dunjë. Do të thonë, mundal më analizoj jetën tonë se ç'ke në këtë dunjë është shumë një punë e madhe. Për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, hajde pak ta nxjallna jetën. Gjallëroj imanin tan vazhdimisht, edhe është ajo që pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë shembull i njerëzimit, që për shembull me marr me kuptu pejgamberin alayhis salatu wasalam sa ka qenë i sprovum. Subhanallahu, me bë ardh në sprov, shkart pejgamberit alayhis salatu wasalam, nashta neve na ban për një ditë. Me bo minje strat e pejgamberit alayhis salatu wasalam, vallahi më ardh është një njerit, nuk mund të mendu se çaj njeri mund të mi bajt, ama Allahu azza wa jalla ka bëu që pejgamberi alayhis salatu wasalam mi bajt edhe mu bë shembull vazhdimisht. E ne tash e kena atë pjesën që a do më kanë shembull në jetën tonë. Pjesa e fundit e ligjëratës është që e banëm a jetu ekzistu. Besoj e keni qartë tash, a jetoni ekzistoni? Jeton me Allahun, shëtot me Allahun me namaz e madhurimin ndaj Allahut azza wa jall, e tash bëu shembull. Për shembull pejgamberi alayhis salam ka qenë shembull edhe për skaj shumë sprovave dhe sfidave që i ka pasur vazhdimisht. Për shembull, ne mund të marrë një shembull tjetër. Për çka do dash më njoft? Kallzom drejt, ama për çka do dash më njoft? Vallahi billahi tallahi pëlqen mendimi i tjerëve kur më tregon për çka do dash më njoft. Ai dash më njoft për të mirë apo për të keqe? Çdo njeri thotë unë do më njoft për të mirë. Nuk ka dikush, veç budall mund të më vona njëri me thonë unë do më njoft për të keqe. Çdo njeri për neve do më njoft për të mirë. Ama ashtu lind një pyetje. A të njoft, a dash më njoft për të mirë? Po, shkaj të punu ti më njoft për të mirë. Nëse ti di të punu vazhdimisht punë të hajrit, ki më njoft për të mirë. Mos ki dert. Vjen koha që ki më njoft. Ama nëse i tonet ke, do të thonë, njeri që kur gjos livri, ke cenat i hije, thonë kur rafsha mos u rafsha, këtë terminologji e përdor na shpeshherë, nuk mund të më njoft njëri mirë. Sa njerëz i ka shkupi, sa musliman? Kush e di sa musliman i ka shkupi? Haxhi Kenan? I ka diku një 6 miliona, i ka jo. Do thonë diku 200-300 musliman apo. Sa njerëz të mirë njihon shkup? Sa njerëz të mirë, jam 10. Mos i një doslart, njerëz të mirë, që si një. Do thonë pak kena shembujnë. Për çka arsye ne lipmi kriju shembuj. Vazhdimisht. Ti bëu shembull, sonjoni bëu shembull, edhe ti ka njerëz shembull. Mos pritni vetë hoxhallar të më kanë shembull. Nuk është tema jonë vetë hoxhallar të më kanë shembull. Tema jonë sot është xhamati më kanë shembull. Leni hoxhallar, na sha gabojna na herë, kina gabimet e tona, kina xhunat e tona, banu ti si xhamat shembull. Mos u ban ai tipi që vetë kritikon, vetë drejton gisht. Banu ai tipi që na herë drejton vetin ka vetja jote, gishtin ka vetja jote, edhe e permision veten tonë vazhdimisht, edhe dashur vëllezër besimtar, nuk mjafton vetëm me shpëtu veten tonë. Për shembull, dikush mund të më thonë, Allah unë jam të fal namazin edhe elhamdulillah, dhe agjerimin, ja diku kumuj sadaka, po për çet kjo ornita. Me pasardh pejgamberi alayhis salatu wasalam veç me thon pe pshtoj veten, sot ai shmikon në musliman, jo valla s'kishte ekzistu dunjaja. Thon nuk është pojenta e muslimanit më kanë veç musliman për veten. Po me po unë jam musliman i mirë, di zemrën e mirë, di shpirtin me këtë rahat. Kush të apo hajrin? Do thon ummeti kërkon burra që kanë me apo hajrin. Kur s'kena mujt më ngrit derisa nuk krijojnë shembulltyra të mira, edhe nuk krijojnë burra që kanë me ditë me vepru, edhe me sakrifiku gjithçka për dinin e Allahut azza wa jall, edhe është një ngjarje e fundit që edhe me këtë kena e përfundu këtë ligjërat, që këtë e kam për juve që është jashtë temës. Bismillah. Çka ngjarje kam luajtur, kam kallzu kur në ligjërat asnjëherë. E kam lexuar ka ndoshta një 7-8 vjet. Duket në fillimet kur kam shkuar në Medinë, kam lexuar këtë ngjarje dhe shumë ka pëlqyer, ama shumë. Edhe tu me ndu të isha dëvaj diçka për juve, sidomos për juve të iniciativës, me thonë që edhe dhe njerë kritikohesh, subhanallah. Është interesant që kritikohet njëri në herë dhe dhem kritika a gjithë, fallaj dhem, edhe të kritikon pa faj. A keni pa disa njerëzi të urejnë, hiç pa kur gjohë, ti e një mona i të urejnë, ti e do, a ta këthen me të keqe, e që diqma që kjo. Pse a që qëto? Këna me të regu këtë nxarje. Ka qenë një ditë një gjarëpën, edhe e ka pa një dizellonjë. A dhe një shka të zëllonja, a dhe të do që hecin edhe bojnë dritë, tët bojnë dritë.
Edhe në moment gjarë më i thot, ka me të hangë. Xhallonja i thot, a unë jam mish jota, a trupi jem është për tyja. Thot, jo, nuk jeti ushqim jem, po pse do me më hangë? Thot, që drita jota të më pengu. O jo, vllazni dashur, a disa njerëzve ju pengon drita juve që bani ju. Pasha Allahin, drita juve që mani ligjerata, mani sene, bani njët ju pengon shumë njerëzve. E mira, shumë njerëz ju pengon. Për këtë arsye, kur dikush të urrejnë pas një arsye, ta di se është një bazament kryesor sa i ka haset dhe xhelozi. Nuk do me të pa mirë. E të mojt ligjerata, pse i të mojt ligjerata? E kote, veç do me të mëshu. Për këtë arsye, ta dini se dritën e juve shumë njerëz i dojnë me shujt. Ama inshallah kur s'keni me shujt. Dritën e muslimanëve, dritën e dinit Allahut azza wa xal, këtë dunjë ja lufton. Ama vetë shkon për hapat më shumë. S'munut më maj, që thot Allahu azza wa xal, edhe atë Ramadani e ka një ilahi, nuk më lodhve dilli me dërzetua, e kupton. Ka me të kaplu kasmos. Dhe s'munësh me mluti, s'munësh me ndal dinin e Allahut azza wa xal. Për këtë arsye mësimi i Sanxharës është edhe njerëzit kur të urrejnë, edhe njerëzit kur nuk dojnë, edhe pse ndoshta ju ndihmon, mos u ndal. Mos ti se kritika, mos ti se akuza për ty, ni stop për me të nal. Du mi ju motivu që mi ju thonë, edhe nëse mbet, veç që tunë, shoqat, veç, nja, vazhdoj. Çka qenë Ibrahimi a.s. Nja ka qenë, ama unë mbet. Nuk varet, do thonë xhamati pi numrave, sa njerëz i pat. Varet pi stabilitetit që e kim vazhdimisht. Ne lutem Allahun azza wa xal, që Allahu azza wa xal të na mundsojë që ta jetojna jetën duke qenë Allahu azza wa xal razi. Lutem Allahun azza wa xal që mos na bëjë pi atyve që veç ekzistojna, po të na bëjë pi atyve që jetojna. Edhe lutem Allahun azza wa xal që çdo njëri prej neve çdo të bëhet shembull për me pasqyru islamin formën më të mirë, e kur ta pasqyrojsh sot islamin më të mirë ti Allahu azza wa xal dashte ti as dashte, kam ta dhënë xhenetin e vet. Unë e di që çdo njeri do xhenetin, e lut Allahun azza wa xal që mos na ka të bunë çka tu bim të hajrit, çka të mëzis të hajrit na tu bëjë në xhenet të veta. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.